nuk jam kundër prej disa prej ndryshimeve, veç këtu dashta me potencu, për arsye se disa zakone, disa adetet të cilat e kanë shtyp njeriu, sidomos aspektin femror, janë evitu, janë eliminu, edhe njerëzit janë vedisu për drejtat e tyre, mirë po kjo formë siç duket pastaj ka eskalu, siç duket është keq kuptu, edhe gjithçka që sot veprohet, qoftë ajo dhe jo normale, shikueshmërinë masive në të drejtat e shprehjes, të drejtat e lirisë, në çfarëdo forme qoftë ajo, mirë po për mendimin tim personal, pa kalu te mendimi profesional, konsideroj që kjo që po e përmendim sot, Big Brother dhe shumë prej emisioneve tjera që na veç mundëm me i pa, personave që thirrën aty, shfaqjes së tyre, pamjes së tyre, mendoj që nuk është asgjë tjetër veç një çrëditje shoqërore, një çrëditje morale, që nuk i kontribon asgjë shoqërisë tonë, në radhë të parë nuk i kontribon familjes, po siç duket edhe po ka ndikim në çrregullimet, në prishjet e familjeve tona, pasi që çdo sjellje e tyre aty brenda po normalizohet dhe ndoshta sidomos për rinin, se jo për pjesën tjetër të shoqërisë, sepse mu më vjen shumë mirë që një pjesë e konsiderueshme e shoqërisë është kogja kritikuese ndaj veprimeve dhe sjelljeve që bëhen aty brenda.